Demokratike të Kosovës që nuk ka asaj vjet kuqe dhe që po pret mbase një ftesë edhe nga Partia Demokratike e Kosovës. Edhe do doja shumë që të isha pak më konkret te çështja e Ramiz Ladrovcit. Ai ka thënë që është PDK, po sipas jush edhe sipas mbledhjes së kryesisë, a është ai PDK? Pasi ai ka deklaruar që po e pret një farë konfirmimi nëse do ta pranoni sërish. Çka tha kryesia, a e pranon sërish Ramiz Ladrovcin këto? Sa i përket vijave të kuqe, do të thotë për neve është më e preferueshme, më afër programeve tona politike, bindjeve tona politike, konceptuale, që t'jemi bashkë me partitë që kemi qenë të kaluarën herë në pushtet e herë në opozitë. Domethënë, jemi më të afërt në aspektin programor, konceptual, me partitë që kemi qenë në periudha ndryshme kohore edhe në qeveri, po kemi qenë mandatin e kaluar në opozitë. Do të thotë, po kjo puna vijave të kuqe mendoj që është mirë që mos me u vendos, sepse është tregu e damshme për vendin. E kuptoj interesin e partive politike, po gjithë na do të jemi sigurt në ato që interesi i vendit, interesi i shtetit, është përmbi partitë politike. Prandaj, kur është interesi i shtetit, mendoj që ai është prioriteti kryesor. Unë e thash edhe më herët që edhe gjuhën cilën e përdorëm fushat, mendoj që do të jemi kujdesshëm. Mos me ndiku që ky polarizim i shoqërisë me vazhdu edhe me urrit. Te çështja e Drenosit, Ramiz Ladrovcin kërkush nuk e ka përjashtu prej PDK-s. Unë nuk pa vendim që thot zoti Ladrovci nuk është PDK. Nuk ka një diçka tillë mrena PDK-s, prandaj jam i bindur që ne bashkë gjithë do të vazhdojmë edhe të garojmë edhe të maksimalizojmë votën për Partinë Demokratike të Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.